Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit Mbi të Vërtetat. Sonte kemi një artiste që ka jetuar me muzikën në çdo frymarrje të saj. E kemi parë në Top Fest 2009, e kemi dëgjuar te kënga magjike dhe e kemi ndjerë përmes zërit të saj unik. Ajo është një vajzë me shumë shpirt, energji dhe ndjeshmëri. Mirë se erdhe Mbi të Vërtetat, Wendy, dhe shumë faleminderit që sot je këtu me ne. Të falenderoj shumë për ftesën, më bëhet shumë qefi që jam këtu dhe shpresoj që të kalojmë sa më bukur bashkë. Faleminderit. Le ta nisim me pyetjen e parë. Cila ka qenë ndjesia e parë kur e dëgjove zërin tënd në një regjistrim? Ka qenë, them vërtetën, një ndjesi shumë e jashtëzakonshme, sepse ndonjëherë ne nuk e kuptojmë atë potencialin që fshihet brenda nesh. Flas këtu, unë kam nisur shumë e re, shumë e vogël, të këndoj. E keni parasysh në për këto evenimentet e vogla që organizohen në familje, dhe momenti i parë që e kam dëgjuar veten time, zërin tim, kam thënë, a jam unë kjo? Ishte shumë e çuditshme, nuk po e njihja zërin tim. Dhe kisha rreth vetes njerëz që më thonin, je ti, është zëri yt, dhe këndon shumë bukur. Ishte një ndjesi shumë e bukur. Kush ishte personi i parë që të tha ti ke talent? Ka qenë mamaja ime. Ajo ka qenë e para që më ka dëgjuar në shtëpi duke kënduar, kam qenë 5 vjeç. Unë nuk e mbaj mend të them vërtetën se isha shumë e vogël, por e mbaj mend kur këndoja këngën e Celine Dion, My Heart Will Go On. Celine Dion është diva, le të themi, është inspirimi im, këngët e saj janë, nuk e di, janë ajo që mua më fle më smiri, nëse edhe tani e këndoj një këngë të saj, unë do filloj direkt të qaj, ndjej këtu, ndjej, do të thënë brenda vetes. Dhe ka qenë mamaja ime që më ka thënë, Wendy, je fantastike, ti këndon shumë bukur dhe unë do të jem gjithmonë afër, do jem suporti yt më i madh, sepse ti duhet ta ndjekësh këtë pasion që ke. Është ajo që ti ditë bësh më smiri. Dhe ja ku jam duke ndjekur në hapa të ngadalta, po shpresojmë që dhe zurojmë sa më shumë suksese. Faleminderit. Cila është kënga që të hapi dyert e para? Ka qenë kënga konkurruese ime në audicionet e fshehura tek The Voice of Albania 1. Ka qenë një këngë që në atë kohë nuk njihej nga audienca e gjerë, një këngë që nuk ishte e dëgjuar, një këngë shumë e vjetër, e këngëtarës Leon Rimes, How Do I Live Without You. E mbaj mend si sot kur vendosnim së bashku me produksionin mbi këngët që ne do konkuronim, dhe kur unë i them që unë do këndoj këtë këngë, më thonë ç'ne, sepse ishte një këngë që nuk njihej dhe zakonisht personat si unë që marrin pjesë në për kompeticione të tilla me shpresën për t'ju hapur dyert, zgjedhin këngë të mëdha, këngë të njohura, këngë që kanë potencial, që dëgjohen, dhe unë e gjeta veten pikërisht në atë këngë. Ishte kënga që më hapi dyert, ishte kënga që bëri të mundur të rrotulloheshin ato karriget menjëherë, dhe besoj që ka qenë kënga që më identifikon mua në fillimet e mia si këngëtare. A të kujtohet komenti më i çuditshëm që ke marrë pas performancës? Më kujtohet dhe realisht nuk jam ndjerë mirë, pavarësisht se e kalova me një buzëqeshje. Ka qenë pikërisht komenti që ka marrë nga antarët e jurisë atë ditë, ku më është thënë që kënga nuk të ri aq mirë sa fustani. Pas ka gjetur goxha koment, domethënë. Ishte një koment shumë, po shumë i rënd. Nuk e di, dakord, antarët e jurisë fundja kanë mendimet e tyre, preferencat e tyre, nuk het poshtë absolutisht asnjë, sepse në momentin që vendoset dikush të ulet në atë karrige, do të thotë që me të vërtetë e meriton, por jam e mendimit që për një artiste të re do të thotë shumë suporti. Dhe në momentin që ti vendos të bësh një koment të tillë, duhet t'jesh patjetër shumë, po shumë lartë. Okej, nuk u ndjeva mirë, por e kalova me sportivitet dhe duke parë edhe sot e kësaj dite, kënga
ka arritur goxha klikime në YouTube, është pëlqyer shumë, ndiqet kudo dhe shpresoj që të vazhdoj kështu edhe më tutje. Muzika për ty është vetëm pasion apo profesion? Muzika për mua është pasion, nuk mund ta konsideroj profesion, pasi unë ndjek totalisht një profesion tjetër. Kam goxha vite që punoj në aeroport, duke eksploruar në pozicione të ndryshme. Bota e aviacionit ka qenë gjithmonë shumë e bukur për mua, kam pasur dëshirë ta ndjek, të jem pjesë e saj, të eksploroj, të zërrënj të thella, kur i thonë. Sepse jam e mendimit që në kohët e sotme të kesh profesion muzikën, duhet patjetër që të kesh investuar në kohë shumë të hershme, të jesh një person që njifesh nga audienca e gjerë, që të preferon, që je me pak fjalë, mund përmend emra si Aurela Gaçe, si Pra shumë e vështirë për një artist të ri që të çajë në industrinë muzikore. Në këtë moment që kam nisur ta ushtroj, në këtë moment ku flasim është jashtëzakonisht shumë e vështirë sepse tregu është mbushur aq shumë sa ndonjëherë ne artistët e rinj jemi totalisht në hije dhe edhe pa suport. Domethënë suporti do të thotë shumë, suporti menaxherial, duhet të thrasin, domethënë duhet të jesh gjatë gjithë kohës aktive, duhet të jesh nëpër lounge, nëpër restorante, nëpër klabe, në skena të ndryshme. Dakor, unë dola tani, jam pjesë e këngës magjike, por nëse nuk kam një suport, le të themi nga një menaxher që me të vërtet do të më ketë pjesë të shtëpisë diskografike të tij, unë pra do përpiqem të bëj këto që kam bërë deri më sot, domethënë të investoj vet, të futem vet, i kërkoj vendet vet, është pak e vështirë, të jem realiste. Dhe prandaj kam preferuar të ndjek një profesion të sigurt. Një profesion që të më sjell të ardhura mujore, të jem pjesë e saj për shumë vite, dhe pse jo të kem edhe rritje profesionale dhe një karrierë të suksesshme në aviacion. A ke ndjerë ndonjëherë që dikush të ka penguar në rrugën tënde? Patjetër, pengesat janë kudo, jo kudo do mirëpritesh, jo kudo do pëlqehesh, jo në çdo vend ku ti do futesh do të duan, pa diskutim. Kam ndjerë dhe unë pengesa në fushën e muzikës pa diskutim, siç e thash, konkurenca është shumë, jashtëzakonisht shumë e lartë. Por kjo nuk më ka penguar që unë të vazhdoj të bëj atë që unë dua të bëj dhe që di të bëj, duke i kaluar ato vështirësitë me buzëqeshje në fytyrë. Cili ka qenë momenti i parë që the ja po bëhem e njohur, jam afër famës? Ka qenë pjesëmarrja në vitin 2024 në Kënga Magjike, ku unë kisha goxha vite shkëputje nga muzika. Si të themi, emri Wendy ishte harruar, nuk ekzistonte, dhe e kam ndjerë pikërisht sepse në rrjetet time sociale u rrit shikueshmëria, u rrit pëlqyeshmëria, u rrit audienca, dhe aty thash, wow, më duket se po ja dal, por ishte vetëm për një moment, domethënë, sikur u venit më pas, kur nuk u seleksionova për të qenë pjesë Netve Live. Dhe pikërisht kjo, ajo ndjesia që unë mora në ato momente, më shtyu që unë të isha përsëri pjesë e Këngës Magjike, sepse me të vërtet mendoj që është një kompeticion ku shumë artistëve të rinj i jep mundësinë e artë për të njohur dhe për të shfaqur talentin. Çfarë do të thotë fama për ty, Wendy? Fama ka shumë dimensione, duhet të di shumë mirë ta përdorësh, sepse fama shumë herë të merr për lart dhe shpesh herë të çon edhe për poshtë. Duhet të jesh një profesionist i vërtet që të dish ta menaxhosh, duke mos dalë asnjëherë jashtë kornizave të tua, si njeri, si individ dhe si femër. A është e lehtë të mbetesh vetvetja? Absolutisht që jo. Nuk është absolutisht e lehtë sepse
Le të themi që duhet të bësh atë çfarë tregu don në kohët e sotme. Jemi mësuar me një muzikë totalisht ndryshe, brezi im, dhe kur shikoj tani që pëlqejet totalisht një muzikë ndryshe, thua po, unë nuk e bëj dot këtë. Por unë dua të këndoj. A ja vlen që unë të dal jashtë asaj që dua të bëj vetëm për hir të publikut, për hir të asaj që pëlqehet? Dhe është jashtëzakonisht e vështirë sepse çdo njeri ka një identitet të vetin që përpiqet ta ruaj me thonjë. Dhe unë këtë gjë tek vetja e kam shumë të shenjtë. Absolutisht asnjëherë nuk do dilja jashtë kornizave të mia për hir të asaj çfarë pëlqehet momentalisht në tregun muzikor. Jam gjithmonë pro muzikës së vërtet, sepse muzika bëhet për shpirtin, për veshët dhe për zemrën. Muzika nuk bëhet për syt. Dhe unë i qëndroj besnike kësaj deri në fund. Cila është ndjenja më e fortë që ke përjetuar në skenë? Ndjenja më e fortë kanë qenë emocionet e konkurimit, sepse le të themi që unë kam qenë pjesë e konkurimeve të ndryshme ndër vite, duke nisur që në Star Academy në Klan. Ka qenë një konkurrencë shumë e fortë në ato vite, sepse ishim ai brezi i ri që donim se s'bën të lulëzonim, dhe të gjithë ishim luftonim, wow, dua ta bëj këtë kështu, dua ta bëj këtë ashtu, dhe juria ishte me të vërtet në atë kohë shumë, po shumë serioze dhe shumë profesionale, dhe vlerësonin me të vërtet ato talente që e kishin brenda vetes potencialin. Dhe nuk e dija, sepse isha aq e vogël dhe nuk e dija nëse me të vërtet e kisha atë potencialin për të qenë pjesë e skenës, dhe mbaj mend që çdo moment që unë isha në konkurim kisha raje shumë të forta zemre. Çdo herë që unë dilja dridhesha, por e kuptova që kisha potencialin sepse ishte ai menaxhimi i emocioneve që i bëja vetes edhe pse isha aq e vogël. Duke qenë pjesë e skenës në vazhdimsi, mendoj që artisti arrin të menaxhojë emocionet. Por, në momentin që shkëputesh, siç bëra unë, që u shkëputa goxha vite, dhe kur u riktheva përsëri në konkurim, aty ishte nuk e di, domethënë, ishte një bombë. Ishin emocione edhe më të forta. Shumë, jashtëzakonisht, dhe unë ato emocione i reflektova. I reflektova dhe tek publiku dhe tek juria në konkurimin e vjetshëm në Këngë Magjike. Kisha emocione aq të forta sa edhe kur e dëgjova veten time, thash, okay Wendy, e para ke stonuar, e para nuk ke qenë e lirshme, ke qenë totalisht e ngrirë dhe nuk e ke realizuar këngën ashtu siç ti di të këndosh. Dhe këto, seriozisht, domethënë, emocionet janë shumë serioze për një artist. Nëse nuk di ti menaxhosh, të fusin. Të sjellin probleme. Po. Ka pasur momente kur ke dashur që ta lësh muzikën, të shkëputesh totalisht? Po, ka pas, dhe unë pikërisht për këtë arsye lash mbi 10 vite muzikën, sepse pash që nuk po vlerësohesha dhe nuk po pranohesha. Pavarësisht përpjekjeve të mia të mëdha, pavarësisht atij shpirtit tim të madh si artiste, që unë kur dal në skenë jap edhe shpirtin aty në skenë, vetëm si publiku t'i pëlqej dhe të më mbaj mend, dhe në momentet që pash që nuk po vlerësohesha, thash, okay, stop, nuk e bëj dot, sepse po stresohesha, nuk po merja të vlerësim dhe thash, lëre fare, merru me diçka tjetër që ndoshta do të vlerësojnë dhe do të pranojnë. Cila është pjesa më e vështirë për një grua në muzikë? Të jetë vetvetja, pa diskutim. Të mbaj kokën lart. Për një grua në muzikë është shumë e vështirë të mbaj kokën lart, sepse tregu është aq i gjerë dhe ka aq shumë artist dhe jo artist që përpiqen të jenë artist, që dashje pa ndashje të pengojnë ty që je me të vërtet artiste. Dhe kjo gjë çon zhgënjim,
edhe në heqje dorë nga pasioni më i madh i jetës. A e ke ndjerë ndonjëherë padrejtësi në industrinë muzikore? Pak a shumë e prekëm si pyetje, por që diçka që t'jetë reale, më konkrete. Po, e kam ndjerë. E kam ndjerë kur unë me të vërtet mendoja, dhe jo vetëm unë, por edhe të tjerët rreth meje dhe publiku i gjerë mendonte që Wendi e meriton këtë gjë, dhe në fund fare u vendos që Wendi nuk e meriton të atë gjë. Do me thënë, u vlerësua dikush përpara meje që nuk dha as çerekun asaj që dha shumë. Nuk dua ta cek si situatë, sepse besoj nga ato momente që unë kam dalë live në transmetim është goxha e kuptueshme se për çfarë kam fjalën, por ka qenë një moment shumë deciziv dhe ka qenë momenti që mua më ka bërë të heq dorë nga muzika për aq shumë vite. Si e përjeton konkurrencën me artistë të tjerë? Unë e përjetoj mirë, nuk e marr me shumë stres në sensin që unë e di shumë mirë që ka artistë shumë të mirë dhe akoma dhe më të mirë se unë. Nuk e hedh poshtë absolutisht këtë, nuk po them që unë jam më e mira nga të gjitha. Gjithsecili nga artistët ka potencialin dhe ka karakteristikat e veta. Konkurrencën e përjetoj mirë, mua më bëhet qefi nëse dikush që është me të vërtet artist, që është me të vërtet i dhënë, që jep maksimumin, çan përpara, aty më bëhet zemra male, edhe nëse më lë mua mbrapa, sepse them ky është shumë i mirë. Por ama, në momentin që vëre, që vlerësohen, dhe i hapet rrugë personave që ndoshta nuk e kanë atë potencialin, por vetëm sepse bëjnë gjërat që audienca dhe tregu i gjerë kërkojnë, aty them nuk ja vlen konkurenca me këta. A të ka ndodhur që një këngë të mos pranohet nga publiku ashtu sikurse ti vetë e ke menduar? Po, ka qenë kënga ime me ty, konkurrente në Kënga Magjike 2024. Mbaj mend si sot kur i shkruaj kompozitorit Kledi Bahiti, sepse them vërtet është një nga kompozitorët që unë admiroj dhe gjithmonë i kam dashuruar këngët e tij. Dhe kur kemi filluar të punojmë për këngën, unë thjesht ngela gojë hapur, thash, wow, më pëlqeu aq shumë, gjeta veten, nuk është një dedikim im i personal. Është një këngë që është shkruar nga Rozana Radi dhe kompozuar nga Kledi Bahiti dhe Walter Beqo. Por ka qenë një këngë që mendoj bën pjesë tek secila prej nesh si femra. Është një histori dashurie, një thyrje zemre, një zhgënjim që le të themi që gjithë secila nga ne i ka përjetuar ndonjëherë në jetë. Dhe unë e kam dash aq shumë atë këngë sa kam thënë kjo kënga do ketë super sukses. Do godas direkt. Do godas direkt edhe kur pash që nuk goditi dhe mbi të gjitha nuk u seleksionua për të kaluar fazën e netëve finale, thash, po pse? Dhe ai ishte super zhgënjim. Por prap nuk hoqa dorë, sepse në ka një gjë që më karakterizon, them, do ta lë tani, po prap më ngel, jep forca vetes, dhe do të luftosh derisa po do luftoj derisa të arrij atë që dua. Çfarë mendon për rrjetet sociale? Është një ndihmë apo presion për artistët, sidomos për artistët e rinj? Është edhe ndihmë, është edhe presion, i ka pak nga të dyja. Por besoj se më shumë anon nga presioni. Rrjetet sociale kanë një impakt shumë të madh në mendjen e njerëzve. Arrin të hipnotizojnë njerëzit, sepse njerëzit mendojnë që çdo gjë dhe çdo gjë që publikohet e thuhet aty është e vërtet. Por jo, sepse dim të gjithë që çdo gjë në kohët e sotme arrin të manipulohet shumë kollaj. Dhe në ka një gjë që manipulohet jashtëzakonisht kollaj, janë rrjetet sociale.
Jo çdo klikim, jo çdo views, jo çdo share, jo çdo repost është real. Do me thënë, në momentin që ne shikojmë që një X artist apo një X person, wow, ky po bën namin, Po bën namin, po. ai ndërkohë s'po bën asgjë. Sepse ajo çfarë ka bërë është thjesht një manipulim. Dhe kjo gjë na lë pak në hijen e të tjerëve, që mundohemi të jemi sa më real, mos të kemi followers sa fake, mos të kemi like e fake. Do me thënë, unë kam një profil, po ta vini re, profilin tim të Instagramit dhe të TikTok, gjithashtu dhe Facebook. Kam një profil shumë normal, ku unë aty publikoj edhe gjëra nga jeta ime e përditshme, nga familja ime, nga puna ime, nga muzika që bëj. Do me thënë, nuk kam gjëra që të them, wow, unë po bëj namin, sepse faktikisht nuk po bëj namin, unë po bëj një jetë normale. Po përpiqem që me atë jetën time normale të lë një impakt të mirë tek personat që mua më ndjekin, dhe të thonë, Wendy na pëlqen sepse me të vërtet ajo që poston është ajo që ajo është. Do me thënë, rrjetet sociale kanë jashtëzakonisht shumë presion, por unë zgjedh të ri larg këtij presioni, zgjedh të jem reale në të gjitha drejtimet. Të ndalemi pak te kënga magjike 2025 dhe te materiali që është publikuar dhe ke marrë pjesë. Çfarë mund të themi për tekstin, për orkestrimin, për të gjithë materialin muzikor? Është atëherë, pikë së parë, pjesëmarrja ime në kënga magjike 2025 ka qenë një dilemë e madhe, dhe unë e kam thënë edhe në një pjesës të vogël prezantimi që bëra për veten në ato momente, që ka qenë një dilemë. Pse? Sepse siç e thash, gënjimi që përjetova vjet ishte aq i madh sa mua më bëri të mendoja që nuk ja vlen më të marr pjesë. Por pasi reflektova, dhe ajo dëshira e madhe që kisha prapë për të dalë në sken, për të kënduar live, thash unë do ta provoj prapë, se nuk i dihet. Dhe nuk jam penduar absolutisht që e kam provuar, sepse deri tani ka shkuar jashtëzakonisht shumë mirë. Do me thënë, materiali është pritur shumë mirë, është përsëri një këngë e krijuar nga Kledi Baiti, unë nuk heq dorë kollaj nga ai. Le të thotë çfarë doj, unë nga ai nuk heq dorë kollaj. Teksti është shkruar nga Pejana Elezi, orkestrimi nga Walter Beqo përsëri, që gjej rastin dhe t'i falenderoj të gjithë në këtë intervistë. Një pjesë shumë e rëndësishme ka qenë edhe prezenca ime skenike, duke adhuruar ndër vite punën e madhe që bën stilisti Joni Peçi, unë zgjodha të bësha pjesë stilimeve të tij për këtë pjesëmarrje, dhe nuk e di, ka bërë një punë fantastike, ai fustan ka qenë një perle vërtet, ka lënë një përshtypje shumë të veçantë, fustani, performanca, muzika. E kuruar në detaj. E kuruar deri në detaj me, nuk e di, një kujdes të jashtëzakonshëm që unë nuk do ta harroj kollaj. Atë ditë unë do ta kem gjithmonë këtu përpara syve, ka qenë një ditë shumë e gjatë, mbi 12 orë, që ato emocione unë nuk do t'i harroj kollaj, për sa të kem jetën. Tani me dëshirën tënde, nëse mund të na këndosh pak nga kënga jote, do donim që ta shijonim këtu bashkë me publikun, zërin tënd. Patjetër. Të marr pak drejtim. Patjetër. Ëndra më e bukur ishe ti, jam unë ajo që të pret si fëmijë. Se ku je ti, unë nuk e di, si të gjej, ma thuaj ti, edhe kur s'jam me ty, edhe kur e ndej qaj, emrin tënd aty e shkrova. Super zë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të uroj shumë suksese me gjithë zemër, edhe uroj dhe shpresoj që të kesh suksese në vazhdimsi, në projektet e tua, në jetën tënde personale dhe gjithkund. Le të flasim pak për Wendyn jashtë skenës. Mund të ma përshkruash veten, Wendy, i jashtë skene? Patjetër. Zakonisht unë jam një njeri që nuk më pëlqen të flas shumë për veten, por do ta përmbledh me fjalë
të shkurtra, të pastra, jam shumë e thjeshtë. Nëse personave që nuk më njohin mund t'i dukem ndryshe, njerëzit që më kanë afër vetes e dinë shumë mirë që unë jam një njeri shumë i thjeshtë, jam shumë sociale, jam shumë e dashur dhe shumë e ndjeshme si natyrë. Jam njeri që kam shumë energji brenda vetes për gjërat që i dashuroj, jap shpirtin, siç e thash dhe më përpara. Pastaj, nëse do flasim për Wendin si artiste, apo Wendin si njeri, jashtë skene, janë dy gjëra të ndryshme. Për Wendin si njeri jashtë skene. Wendi si njeri jashtë skene bën një punë totalisht ndryshe nga ajo çfarë unë shfaq në publik. Unë punoj në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, kam shumë vite, në profile të ndryshme. Le mos të cekim një nga një, sepse do merja shumë kohë, të them të vërtetën, për gjitha eksperiencat që kam ndër vite, janë mbi 15 vjet punë në aeroport, dhe besoj se aty do vdes, nuk e di tani. Besoj se aty do vdes, sepse jam me mendimin që kur një njeri e gjen vete, Dhe ndihet shumë rahat në punë. Nuk besoj se do hishte dorë kollaj dhe do shkonte të niste nga zero diçka tjetër. Kjo gjë nuk do ndodhi tek unë. Unë e dua botën e aviacionit, e kam nderuar që e vogël të jem pjesë e saj dhe fatmirësisht më është dhënë mundësia të jem pjesë e saj. Dhe kaq, nuk Cila është gjëja që ti e paqe? Ka shumë. Diçka që është më e veçanta. Nëse do flasim për Wendin si njeri jashtë skene, diçka që mua më jep paqe është momentet e mia me familjen. Momentet ku jam larg punës, larg angazhimeve, ku jam vetëm unë, vajza ime, bashkëshorti im, në një vend të qetë, ku vetëm ato cicërimat e zogjve dëgjoj. Do me thënë, këto në konsideroj paqe, vetëm ne të tre, dhe askush tjetër. Nëse do flasim për eksperiencat në televizion, në sken, ajo që mua më jep një paqe dhe ndjehem shumë mirë brenda vetes, është kur shikoj njerëz që më duan, më mbështesin dhe më duartrokasin në çdo hap. Çfarë të bën ty më shumë të lumtur, Wendi? Më bën të lumtur përmbushja e gjërave që unë dua. Kur e dua fort diçka dhe luftoj fort për të, dhe në fund shikoj që ja kam dal, aty është Kënaqësia më e madhe. kënaqësia më e madhe. Çfarë nuk do të falje kurrë? Çfarë nuk do të falja kurrë? Po. Në përgjithësi apo? Në përgjithësi flasim për Wendin që është i jashtë skene. Tradhtin. Kjo do më thonë. Wendi, të kalojmë pak tek këngët e tua. A ke ndonjë material muzikor, ndonjë këngë që ti do doje ta ribëje sot, po ndryshe, ta sillje sërish pranë publikut? Po e kam. Është materiali im i parë, i krijuar posaçërisht për Top Fest në botën time. Është një material që në atë kohë, për kohën që ishte goxha i bukur, por për kohën që jemi tani nuk është më aq i bukur dhe do doja ta ripunoja, ta sillja ndryshe. Sepse unë jam me mendimin që këngët e vjetra, pavarësisht se mund t'i hiki pak koha, ngelen. Mund të përpunohen, të punohen më bukur, t'i shtohen disa elemente dhe dalin edhe më të bukura. Po. Me cilin artist do doje që ta kishe një bashkëpunim? Kam shumë. I pari që të shkon në mendje. Me Alban Skënderaj. Super artist. Do doja shumë ta kisha një bashkëpunim me Alban Skënderaj. Dhe ne ta urojmë që ta kesh sa shpejti. Uroj që ta shikoj dhe ai dhe të reagoj.
Të presim Alban. Të pres. Si kënga pres. A ke menduar ndonjëherë të krijosh vetë një album 100% të jetë e frymës tënde? Po patjetër, por çdo gjë mendoj unë në kohën e vet. Mendoj që në këtë moment jam akoma herët për të krijuar një album. Po pse jo, pas disa vitesh dhe pas disa materialeve mund edhe të shtojmë diçka ekstra dhe të kem një album timin, posaçërisht që identifikon Wendin. Tekstet në përgjithësi janë dedikim apo janë të shkruara nga ty vetë? Jo, nuk janë dedikim, janë të shkruara nga tekst shkrues të ndryshëm. Me thënë të drejtën, mund ta gjëm veten tek disa nga tekstet, por tekstet të mia personale unë nuk kam dhe nuk është se janë historia imja personale, ato çfarë unë kam kënduar deri më sot. Si shikon publikun e ri që po rritet me muzikën, me këtë industri muzikore që kemi sot? Shiko, ka shumë kemi një mix. Do me thënë, nëse në kohën time po të kthehemi pas, ekzistonte vetëm një gjë e caktuar, një rrymë e caktuar dhe të gjithë e gjenim veten aty, tani jemi të ndarë në grupe. Dikush e gjen veten tek hip-hop, R&B, dikush e gjen veten tek baladat, por mund të them që jemi zgjeruar aq shumë sa mund ta kemi humbur deri diku cilësinë, por prap muzika e vërtet është aty dhe për ato që e ndjejnë, me të vërtet ajo nuk do largohet kurrë. Cili stil muzikor të përshtatet ty më së shumë, ti si artiste? Unë jam te baladat. Nuk heq dorë nga Unë baladat. ngelem gjithmonë tek baladat, patjetër që mund të eksperimentoj, por pa dal nga kjo rrymë. A do të shohim ndonjë ndryshim total të stilit tënd muzikor? Deri diku, po, por jo të transformohem dhe të dalë si dikush që unë nuk jam. Kjo nuk ka për të ndodhur, sepse çdo artist duhet të ketë identitetin e vet. Nëse Wendi njihet sepse Wendi është për këtë rrymë. Qëndron këtu, i rri si kjo këmisha, mu kjo më rri kështu. Dhe unë jam kjo, dua të ndjehem mirë, nuk kam pse dal jashtë kornizave të mia, absolutisht. Cila është motoja që ty të udhëheq në jetë? Të ndjekësh gjithmonë atë që ti do dhe të luftosh fort për të derisa ta arrish, mos hiq dorë. Tashmë do të kalojmë tek rubrika e fundit, e vërtet apo sfidë. Kemi menduar disa pyetje, ku ti mund të zgjedhësh që të përgjigjesh, ose nëse ti nuk dëshiron të përgjigjesh, mund të na këndosh në një këngë. Interesante. Është sfidë e lehtë. Okej. A ke gënjur ndonjëherë për ndonjë intervistë? Po. Kam gënjur, po jo këtu. Nuk besoj se është këtu. Jo këtu. Okej. Tregoj një moment kur ke bërë sikur ishe e lumtur, por që në të vërtet nuk e qenë fare e lumtur. Po, e mbaj mend si sot kur ishim në fazën e betejave në The Voice, ku unë e dija shumë mirë që ajo do ishte nata e largimit tim nga aty. E ndjeja thellë brenda vetes që nuk do e kaloja atë fazë, por zgjodha të jepja maksimumin. Dhe thjesht fakti që dhash maksimumin, mua më bëri të lumtur, po kisha atë trishtimin brenda vetes që pse nuk do jem më pjesë e këtij kompeticioni. Dhe përpiqesha të shtiresha shumë e lumtur për të mos mërzitur familjarët e mi, sepse ishin aty të gjithë në backstage duke më mbështetur. Dhe në momentin që nuk u tha emri im, ato të gjithë ishin o zot pse? Po unë isha, unë këndova shumë bukur, duhet jeni të lumtur, ndërkohë shpirti im e di se çapo hiqte. Nëse do të mund të fshije një moment nga jeta jote, cila do të ishte ajo? Të fshija një moment nga jeta ime. Asnjë. Çdo moment ka rëndësinë e vet, çdo moment të rrit, të forcon, nuk do fshi absolutisht asnjë moment nga jeta.
Cilin artist shqiptar do doje ta sfidoje në sken, live? Ta them apo mos ta them? Është zgjedhja jote, nëse dëshiron mund ta thuash, nëse jo, mund të na këndosh një këngë tjetër. Mi me qesh akoma. Në një rrug pa kthim, një nat me shi, duar ftohur se s'mingro më ti, e kam pas një ndjesi, e kam ditë e di, kemë vra me dashni, se m'ke puth me trahti, kur unë vdisja për ty. E këndova. Wow. Wendy, të uroj me të vërtet shumë suksese, ke një zë fantastik, sa potent, shumë të ngrohtë. Do thonë, u ma gjetë sa. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit ty për këtë intervistë mjaft të ndjerë, shumë të këndshme, dhe që ndam disa të vërteta shumë të bukura së bashku. Të falenderoj shumë për ftesën, kalova shumë mirë, unë djeva si në shtëpinë time. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës mbi të vërtetat. Mos harroni, mbas çdo historie fshihen disa të vërteta. Kalofshi mirë.